Benjamin Netanyahu së fundmi e ka forcuar kërkesën e tij drejtuar presidentit Isaac Herzog për një amnisti gjatë procesit të tij penal në vazhdim, duke thënë, atje nuk ka rast. Në të vërtetë, Netanyahu është po aq i përfshirë në lojën e politikës izraelite, se ishte edhe në fillim të vitit 2023, kur filluan demonstratat e mëdha izraelite kundër reformave të propozuara gjyqësore dhe kabineti i tij i djathtë ekstrem. Këto reforma synojnë të transformojnë një demokraci sekulare në një autokraci supremaciste hebreje dhe kundër dhunës gjenocidale në Gaza, duke përfshirë pastrimin etnik në rritje në bregun perëndimor. Protestat masive mobilizuan shumë njerëz, por nuk mundën të ndalonin plotësisht reformat. Pak nga pak, demokracia izraelite, e cila shërben kryesisht popullsisë hebreje, por rënohet, vlerëson Dan Steinbock, autori i librit Rënja e Izraelit 2024. Për të shmangur ndjekjen penale për korrupsion, Netanyahu ka nevojë të mbajë pushtetin dhe të vazhdojë aktivitetet ushtarake. Si është mundur kjo status quo? Përgjigjja e thjeshtë është sionizmi revizionist, neokonservatorizmi amerikan, politike e djathtë ekstreme, parate mëdha, donatorët e errët dhe sigurisht korrupsioni, shkruan Steinbock.